Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Sot do të marrim disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë. Çfarë na thon mesazhet e orakullit të dashurisë për ditën e sotme? Dhe për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe kemi. Je një kopshtar i denj i kopshtit tuaj. Ju shijoni gjithë të bukurisë të mrekullueshme të oazit tuaj. Gjeni shumë shpejt shpirtin tuaj binjak. Ju shumë shpejt do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Sepse ju jeni një pemë e jetës, i ditur dhe i ndriçuar gjithmonë nga universi, nga hëna dhe yjet. Jeni të maturuar dhe keni një rrugë të gjatë për të bërë drejt majës të kësaj piramide. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë. Tani do të marrim mesazhin e diellit. Kur të dua, ndjej sikur dielli ka gjetur vend në gjoksin tim. Dashuria jote më ndriçon dhe kur bota më duket e herët. Në rrezet e tua gjej paqe dhe qetësi. Hëna është dëshmitare e premtimeve tona të heshtura. Ti më ke dashur si hëna e plotë, e tëra dhe në errësirë. Kur mungon ti, shikoj hënën dhe ndjej dashurinë tënde. Se yjet. Ndërsa yjet digjen në rilindin me dashuri. Në qiellin tim të brendshëm, ti je konstelacioni më i bukur. Edhe sikur të shuhet çdo yll, dashuria jonë do të ndriçoj për jetë. Këto ishin disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Faleminderit shumë, miqtë e mi.